Vazhdojmë të lexojmë të tjera produkte për recetën tjetër, recetën e ëmbël, e mbyllim pak me ëmbëlsirë, me llokume, për të qërasur, do na vinë njerëz për festa, duhet i kemi gati ëmbëlsirat, i kemi gati qërasmat, sipas traditës tonë. Çfarë ndodh me llokumet, si i përgatisim ato? Na duhet patjetër baza e tyre është një seshtja që t'i japi atë formën e duhur, ne duhet sheqer për llokumet e trëndafilta, ujë, një seshte, ujë trëndafili, limon tos, pak ngjyrues dhe 100 gram sheqer pluhur. Ne kemi produktet në tryezë, do të bëjmë pak një masë më të kufizuar, më të vogël, sepse kur i bëjmë një herë i bëjmë, duhet bëjmë tamam një sasi të konsiderueshme, sepse ato qëndrojnë për gjatë dhe i kemi për të qërasur, ose për t'i çuar dhurat diku. Ma një sebep. E largoj. Baroj receta? Dhe e lë, normalisht e lë që të mpikset. Do mpikset nga mielli. Edhe pak kopër me gërshër mund t'i shtosh, Niki. Po. Vendos direkt të nxeren që të jetë në gatishmëri. Kam sheqer. Derisa të marrë nxehtësinë. Ujin e kemi të nxehtë? Po, ujin e kam të nxehtë. Dhe në rregull është uji nxehtë. Në rregull. Do ta shikoja. Mund t'i shtojmë dhe arra këtyre llokumeve apo jo bëhen dhe Atëre, unë nuk do t'i shtoj ngjyrues, se normalisht kur unë them ngjyrues, gjithë secili nga ju mund të përdorin ngjyruesin. Por është gafa ime më e madhe nëse dikush ka probleme me ngjyruesin, e përdor dhe qoftë nga bimorja, qoftë dhe nga ushqimoret. Pra, nëse ju dëshironi, i lëni të bardha, kjo është në përkrahje të njerëzve që kanë probleme me ngjyruesit, dhe i shtoj arra. Pra do më dalin një llokume e transparent si dikur. Shtoj dhe masën e sheqerit që të gjithë. E po tash ngjyrues jo këtë jo, po sheqer do t'i shtoj, se llokume është. Llokume pa sheqer s'ka se si. Edhe masën e një seshtes jo të jetu i nxehtë. Po të jetu i nxehtë, normalisht që do pra duhet të nxehet të ngrohet rrugës, po thua, duke e trazuar, jo që në fillim i nxehtë. Një seshtje dihet që derisa të ngrohet tani uji. Ajo cimentohet, kështu që duhet të trazohet në mënyrë të vazhdueshme. Thjesht një sy byrekut, jo do akoma, gjithsesi derisa ta mbyllim për pak minuta që ne duhet të shkëputemi. Për sa na duhet? Për tani. Me vrap direkt, për tani, ju mos harroni se për tani. Shtoj pak limon në vend të limon tozit. Po, e zëndësojnë shumë mirë njëra tjetrën. E lë, pak duar, tak. Ne do ta vazhdojmë punën në kuzhinë, do të vim pastaj të shikojmë llokumet, se do të jenë, besoj, do kohën e vet, të ftohet, të prihen, të bëhen forma. Po, thuaj më se më kapi vapa, thuaj. Thuaj më e uruar, thuaj. Si vazhdo punën e qetë në kuzhinë, unë do të pres 2 miq sot për të na sill pak në atë atmosferën e ditës së sotme, ditës së pavarësisë, duke na prezantuar objekte të ralla, të vjetra, si koleksionistë që janë dhe shumë mirë që në vendin tonë ka njerëz të tillë që ruajnë historinë përmes këtyre objekteve. Albana do të vi pastaj. Që vazhdojmë punën. Deri tani e kuptuam pak a shumë procesin e përgatitjes së llokumeve.